si ka mundësi më thët mi artan të sprova, e është edhe njëri që falet. Kush pretendon se është besimtar dhe kush pretendon se dhe me njek rrugën e pejgamberve, pra dhe me njek në veçanti rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me kanë pasuesi ti, nuk duhet me u trem prej vështirësive, nuk duhet me u trem prej sprovave, sepse ka njëherë një perceptim të gabum, si ka mundësi më thët mi artan të sprova, e është edhe njëri që falet. Nuk është kjo njësia matëse, i ndëruar xhamat. Në një hadith pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: vështirësitë që kam kalu unë, nuk i ka kalu asnjë në mesin e njerëzve. Pejgamberi alayhis salam që na jena ummeti i tij dhe na synojmë që me pasu rrugën e tij, ai pasaken njeriu ma i sprovum në jetën e kësaj bote. Pra imani nuk ka fush me lule. Me thonë jam besimtar, nuk ka që me pas jetën vetëm rrafsh, me pas jetën vetëm me bukurina, vetëm me lehtësina, ama njeriu në rrugën e imanit, në rrugën e besimit, për me rujt atë iman, pas ka mu përball me gjana të ndryshme në jetën e tij.